Në këtë ditë 8 vjet më parë, në brigjet e liçenit të Prespës, Maqedonia dhe Greqia nënshkruan marrëveshjen që i dha fund kontestit 3 dekadash për emrin dhe hapi një kapitull të ri në marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve. Marrëveshja e Prespës e nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm Zoran Zaev dhe Aleksis Tsipras mbetet një nga marrëveshjet diplomatike më të rëndësishme në historinë e re të Ballkanit. Edhe pse nuk i përmbushi të gjitha pritshmëritë që lidhen me integrimin evropian dhe nuk arriti të tejkalojë ndarjet e brendshme politike, ajo i mundsoi vendit anëtarësimin në NATO dhe i tha fund mosmarrëveshjeve që për dekada kishte bllokuar përparimin e tij ndërkombëtar. Mbështetësit e marrëveshjes e konsiderojnë atë si shembull të guximit politik dhe diplomacisë së suksesshme, ndërsa kritikët vazhdojnë ta kundërshtojnë edhe sot. Megjithatë, mbetet fakt se Prespa u bë një model i njohur ndërkombëtarisht për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve të ndërlikuara përmes dialogut dhe kompromisit. 8 vjet më vonë, marrëveshja vazhdon të nxjisë debate në shoqërinë në Maqedoninë e Veriut, por edhe të kujtojë se çështjet më të vështira politike mund të zgjidhen kur ekziston vullneti për marrëveshje dhe vizion për të ardhmen.